Ke lutur, ke pritur, ke besuar, por qielli duke i mbyllur, dhe mendove se lutja jote shkoi diku në zbrasti. Por çfarë nëse të thosha se Zoti nuk ka harruar asnjë fjalë që ke thënë? Çdo lot, çdo natë, çdo ndihmëm që ke thënë me zë të ulët kur askush nuk të dëgjonte, ai i ka ruajtur të gjitha. Qëndro, sepse ajo që do të zbulosh sot, do të ndryshojë mënyrën se si lutesh përgjithmonë. Sa herë ke ndenjur vetëm në heshtje, me një lutje në buzë që nuk e ke guxuar ta thuash me zë të lartë? Sa herë ke ngritur syt nga qielli dhe ke pyetur, a më dëgjon dikush? Sa herë ke fjetur me lot në faqe, duke shpresuar se nesër do të jetë ndryshe, dhe nesër erdhi njësoj. Nëse ke ndjerë ndonjëherë se lutja jote ka shkuar diku në zbrazdë të ti, kjo video është shkruar për ty, jo për dikë tjetër, për ty, që ke lutur në errësirë, që ke besuar edhe kur nuk ke parë asgjë, që ke vazhduar edhe kur ke dashur të ndalesh. Sot do të zbulojmë së bashku një të vërtetë që mund të ndryshojë gjithçka. Lutja që mendove se nuk u dëgjua, Zoti e ka ruajtur. Çdo fjalë, çdo lot, çdo moment kur i ke drejtuar zemrën nga qielli, ai ka qenë atje, duke dëgjuar, duke mbajtur, duke përgatitur. Mos e fik këtë video, sepse ajo që do të mësosh sot nuk është thjesht një mesazh shpirtëror, është një përgjigje që zemra jote ka pritur prej kohësh, dhe koha e saj ka ardhur pikërisht sot. Ka një moment në jetën e çdo besimtari, një moment që pak guxojnë ta pranojnë. Momenti kur dyshimi hyn në zemër si një erë ftohtë dhe pyet: a ka kuptim të lutem? A dëgjon vërtet Zoti? A ka rëndësi fjala ime? Ky dyshim nuk është shenjë dobësie, nuk është shenjë se besimi yt ka vdekur, është shenjë se je njeri, një njeri që lufton, që ndjen, që dëshiron me gjithë zemër të besoj, por nuk sheh asgjë konkrete para syve. Profeti më i madh ka kaluar në përnat të errta shpirtërore. Njerëzit me besimin më të fortë në histori kanë pasur momentet e tyre të dyshimit. Nuk je i vetëm në këtë ndjenjë dhe nuk e pse të ndihesh i turpëruar për të. Por ja çfarë duhet ta dish, dyshimi dhe besimi nuk janë të kundërta. Dyshimi është pyetja, besimi është zgjedhja për të vazhduar edhe pa përgjigje. Dhe pikërisht kjo zgjedhje, të lutesh edhe kur nuk sheh, të besosh edhe kur nuk ndjen, është ajo që Zoti e vlerëson më shumë se çdo gjë tjetër. Lutja jote në mes të dyshimit vlen më shumë se 1000 lutje të lehta, sepse ajo tregon se ke zgjedhur Zotin jo sepse është e lehtë, por sepse besoni se ai është i vërtetë. Një nga pyetjet më të vështira që çdo besimtar e bën është kjo: pse Zoti nuk përgjigjet menjëherë? Ke lutur për shëndet dhe sëmundja vazhdoi. Ke lutur për marrëdhënien dhe ajo u thye. Ke lutur për punën, për familjen, për mrekulin, dhe qielli dukej si i heshtur. Por heshtja e Zotit nuk është indiferencë, është gjuha e tij më e thellë, dhe shumica e njerëzve nuk e kanë mësuar ta lexojnë. Kur Zoti hesht, nuk do të thotë se nuk dëgjon, do të thotë se po punon në një nivel që sytë tanë nuk mund ta shohin ende. Menoje këtë: kur një kirurg operon, nuk flet me pacientin, është i përqendruar, po punon me precizion. Heshtja e tij nuk është shenjë se nuk kujdeset, është shenjë se po bën punën më të rëndësishme. Kështu është edhe Zoti në heshtjen e tij. Ka edhe një arsye tjetër. Ndonjëherë Zoti pret, sepse ne nuk jemi ende gati për atë që kemi kërkuar. Bekimi që kemi lutur mund të na shkatërrojë nëse vjen para kohe, dhe Zoti në dashurinë e tij të pafund preferon të na mbajë në pritje sesa të na jap diçka që nuk mund ta mbajmë. Pritja nuk është dënim, është përgatitje. Dhe çdo ditë që pret, Zoti po të bën gati për diçka më të madhe se çfarë ke imagjinuar. Ka një imazh në shkrimet e shenjta që pak njerëz e njohin, por kur e dëgjojnë, nuk e harrojnë kurrë. Thuhet se lutjet e njerëzve të shenjtë ruhen si temjan në enë e ari përpara Zotit. Jo të harruara, jo të hedhura, të ruajtura, si gjëja më e çmuar në gjithësi. Çdo lutje që ke bërë ndonjëherë, edhe ato me fjalë të gabuara, edhe ato me lote pa fjalë, edhe ato që i ke filluar dhe nuk i ke mbaruar, Zoti i ka mbajtur të gjitha. Asnjë nuk ka rënë në tokë pa u dëgjuar, asnjë nuk ka shkuar diku në zbrazdi.
Mendoje si një libër i madh ku Zoti shkruan çdo lutje me dorën e tij. Emri yt është në atë libër. Dhimbja jote është në atë libër. Shpresa jote, frika jote, ëndrat e tua, të gjitha janë atje. Dhe Zoti e lexon atë libër çdo ditë. Por ja çfarë është edhe më e mahnitshme? Zoti nuk i përgjigjet vetëm lutjes. Ai i përgjigjet zemrës pas lutjes. Ai sheh jo vetëm çfarë kërkon, por pse e kërkon. Dhe kur zemra jote është në vendin e duhur, kur kërkon me besim të vërtet, ai vepron në mënyrën dhe në kohën më të përsosur. Lutja jote e sotme mund të hap një derë nesër. Lutja jote e vitit të kaluar mund të hap një derë këtë javë. Zoti nuk njeh vonesa, njeh vetëm kohën e duhur. Dhe koha e duhur për ty po afrohet. Historia është e mbushur me njerëz që luten dhe pritur. Pritur me lot, pritur me dyshim, pritur kur gjithçka dukej e humbur. Dhe pastaj, në momentin që nuk e prisnin, Zoti u përgjigj. Jo pak, jo me gjysmë mrekullie, por me një përgjigje kaq të madhe sa vetë ata nuk mund ta besonin. Mendoje Hanën, një grua që qau para Zotit me tërë zemrën e saj, e cila lutej për një fëmijë, kur mjekët nuk i jepnin shpresë. Vit pas viti, lutje pas lutjeje. Njerëzit e quanin të marr, por ajo nuk u dorëzua. Dhe Zoti i dha jo vetëm një fëmijë, por një fëmijë që ndryshoi historinë në një kombi të tërë. Mendoje Abrahamin, që priti 25 vjet për premtimin e Zotit të realizohej. 25 vjet lutjesh, dyshimesh, pritjesh. Por kur erdhi koha, erdhi e plot, dhe pasardhësit e tij u bën si yjet e qiellit. Këto histori nuk janë të largta prej teje. Janë pasqyra e situatës sate, sepse Zoti që u përgjigj atyre është i njëjti Zot që dëgjon lutjen tënde sot. Ai nuk ka ndryshuar. Fuqia e tij nuk ka ndryshuar. Dashuria e tij nuk ka ndryshuar. Ndoshta je në vitin e 24 të pritjes sate. Ndoshta je vetëm një lutje larg mrekullin. Mos u ndalo tani, sepse historia jote po shkruhet dhe faqja më e bukur është gati të kthehet. Shumica e njerëzve mendojnë se lutja është një monolog. Ti flet, qielli dëgjon dhe pastaj pret. Por e vërteta është shumë më e mahnitshme se kaq. Kur ti hap gojën për të lutur, ose edhe kur zemra jote bën një thirrje të heshtur, diçka ndodh në një dimension që sytë tan nuk mund ta shohin. Shkrimet e shenjta na zbulojnë se lutja nuk mbetet vetëm mes teje dhe qiellit të zbrazët. Ajo lëviz, ajo vepron, ajo hap dyert të padukshme, ajo ngarkon forca që punojnë në favorin tënd edhe kur ti je në gjumë. Çdo lutje e sinqert është si një çelës që hap mekanizma të fshehur të gjithësisë. Mendoje këtë, kur lutesh, ti nuk po flet me një Zot të largët dhe indiferent, po flet me krijuesin e gjithësisë, ai që ka formuar çdo yll, çdo det, çdo grimc të ekzistencës, dhe ai të dëgjon ty me emrin tënd, me historinë tënde, me dhimbjen tënde specifike. Dhe kur ai dëgjon, vepron, ndonjëherë me njëherë, ndonjëherë pas kohës, por gjithmonë me precizion të përsosur, gjithmonë në mënyrën që të shërben më mirë, jo vetëm për momentin, por për të gjithë jetën tënde dhe destinacionin e saj të fundit. Lutja jote e sotme mund të lëviz male që nuk i sheh, mund të hap dyer në qytete të tjera, mund të ndryshoj zemra që nuk i njeh. Mos e nënvlerëso kur fuqinë e një lutjeje të bërë me besim, sepse ajo ka fuqi që shkon shumë përtej asaj që mund të imagjinosh. Shumë njerëz luftojnë jo me faktin e lutjes, por me mënyrën e saj. A jam duke u lutur siç duhet? A janë fjanët e mia të mjaftueshme? A duhet të di formulat e sakta? Këto pyetje shpesh e bëjnë lutjen të ndihet si një detyrë e vështirë, kur në realitet duhet të jetë biseda më e natyrshme e jetës sate. Zoti nuk kërkon fjalë të përsosura, nuk kërkon gjuhë të bukur, nuk kërkon rituale të komplikuara. Ai kërkon vetëm një gjë, zemrën tënde, të vërtetën tënde, atë që je vërtet, jo atë që mendon se duhet të jesh. Lutu me sinqeritet. Nëse je i zemruar, thuaje. Nëse ke dyshime, thuaje. Nëse nuk di çfarë të kërkosh, thuaje edhe këtë. Zoti preferon një lutje të papërsosur por të sinqert mbi 1000 fjalë të bukura pa zemër. Lutu me besim specifik.
Mos u lut vetëm me fjalë të përgjithshme. Thuaj i Zotit saktësisht çfarë ke nevojë, shpreson, çfarë ke frikë. Sa më specifike të jetë lutja, aq më qartë do ta shohësh përgjigjen kur të vi. Lutu me durim dhe vazhdimsi. Një lutje e vetme është fillim i mirë, por fuqia e vërtet vjen nga lutja e vazhdueshme. Çdo ditë, çdo mëngjes, çdo moment kur ndihen nevojën, sepse në vazhdimsinë e lutjes gjen jo vetëm përgjigjet, por edhe Zotin vet. Një nga gabimet më të mëdha që bëjmë është të presim që Zoti të përgjigjet në mënyrën që ne kemi imagjinuar. Vendosim në mendje se si duhet të duket përgjigja, çfarë forme duhet të marrë, kur duhet të vi, nga kush duhet të vi. Dhe kur Zoti përgjigjet ndryshe, nuk e njohim përgjigjen e tij. Ke lutur për një derë dhe Zoti hapi një dritare. Ke lutur për një rrugë dhe Zoti të çojë nëpër një shtigje që nuk e kishe parë kurrë. Ke lutur për të mbajtur diçka dhe Zoti ta mori pikërisht atë gjë, sepse dinte se po të mbante prapa nga destinacioni yt i vërtet. Ndonjëherë përgjigja e Zotit vjen nëpërmjet një njeriu të rastësishëm, nëpërmjet një libri që hapet në faqen e duhur, nëpërmjet një fjale që dëgjon rastësisht dhe të godet drejt në zemër, nëpërmjet një rrethane që duket si aksident, por nuk është aksident fare. Zoti është krijuesi pafund. Ai nuk ka vetëm një mënyrë për të përgjigjur. Ka rrugë që mendja njerëzore nuk mund t'i imagjinojë. Ka metoda që kalojnë çdo logjik. Dhe shpesh, pikërisht kur kemi hequr dorë nga shpresa, ai vepron në mënyrën më të papritur dhe më të bukur. Hap syt, hap zemrën. Mos e kufizo Zotin në kutinë e pritjeve të tua. Lëre atë të përgjigjet si ai, jo si ti, sepse mënyra e tij është gjithmonë më e mirë se çfarë ke kërkuar, edhe kur nuk e kupton menjëherë. Do të vi një moment, dhe ky moment vjen për çdo njeri që nuk heq dorë, kur do të kthehesh prapa dhe do të shohësh gjithçka me sy të rinj. Do të shohësh lutjet që mendove se nuk u dëgjuan, dhe do të kuptosh se të gjitha u dëgjuan. Do të shohësh pritjet që të torturuan, dhe do të kuptosh se çdo ditë pritjeje ishte një ditë përgatitjeje. Ky moment është si të dalësh nga një labirint dhe të shohësh nga lart rrugën që ke bërë. Brenda labirintit, çdo kthes dukej e gabuar, çdo rrugë dukej si qorsokak, por nga lart shikon se çdo hap të çojë saktësisht ku duhej të ishe. Njerëzit që kanë kaluar në përpritje të gjata dhe kanë parë përgjigjen e Zotit, flasin të gjithë për të njëjtën ndjenjë, një paqe e thellë, një kuptim që kalon çdo logjik, një mirënjohje që të mbulon nga kokat e këmbët, jo vetëm për bekimin që morën, por për çdo moment të vështirë që i çoi atje. Do të vi dita kur do t'i falenderosh Zotin jo vetëm për përgjigjet, por edhe për heshtjet, jo vetëm për dyert e hapura, por edhe për ato të mbyllura, jo vetëm për dhuratat, por edhe për pritjet, sepse do të kuptosh se çdo gjë, absolutisht çdo gjë, ishte pjesë e një plani që ai kishte shkruar për ty, para se ti të lindësh. Besoj i procesit, besoj i Zotit, sepse momenti i kuptimit po afrohet, dhe kur të vi, do t'jetë më i bukur se çdo gjë që ke imagjinuar. Kemi udhëtuar së bashku nëpër një të vërtetë që ndoshta ke ndjerë në zemër, por kurrë nuk e pasur fjalët për ta shprehur. Lutja që mendove se nuk u dëgjua, Zoti e ka ruajtur. Çdo fjalë, çdo lot, çdo moment kur ke zgjedhur të besosh, edhe kur gjithçka dukej e errët. Ti nuk e lutur në zbrazdi. Ti nuk e folur me një qiell të heshtur dhe indiferent. Ke folur me Zotin e gjithësisë, ai që njeh emrin tënd, që numëroni çdo flok të kokës sate, që ka shkruar çdo ditë të jetës sate, para se ajo të fillojë. Dhe ai ka dëgjuar çdo gjë. Ndoshta sot nuk e sheh ende përgjigjen. Ndoshta mrekullia nuk ka ardhur ende. Ndoshta po pret akoma, me durim, me lot, me besim të lodhur. Por dije këtë me gjithë zemrën, Zoti nuk haron, Zoti nuk vonon pa arsye, dhe koha e tij, edhe kur duket e largët, është gjithmonë e përsosur. Vazhdo të lutesh, vazhdo të besosh, vazhdo të presësh, jo me dëshpërim, por me siguri, sepse ai që ka filluar një vepër të mirë në ty, do ta përfundoj. Jo ndoshta, jo mbase, do ta përfundoj. Nëse kjo video preku zemrën tënde, ndaje me dikë që ka nevojë ta dëgjojë sot. Lër një koment me lutjen tënde, sepse bashk jemi më të fortë. Abonohu dhe aktivizo njoftimet, sepse çdo javë kemi mesazhe të reja që mund të ndryshojnë jetën tënde.
dhe mbani mend, Zoti të dëgjon, gjithmonë.